Shqipëria nuk shkoi më shumë se barazimi 0-0 në miqësoren kundër Bielorusisë, që ishte edhe testi i parë i Debiazit pas rinovimit me Kuqezinë. Një pjesë e parë dobët për kombëtaren shqiptare me shumë probleme në Prapavi, ku Arapi në qendër të mbrojtjes tononte, duke ja vështirësuar punën edhe kolegut të tij Cana. Pas prekjes të topit me dorë të futbollistit të Skënderbeut, gjyqtari i takimit dha penallti për Bielorusinë në minutën e 17, por portieri Etrit Berisha e ruajti portën të paprekur. Gardiani i Kuqezinëve u bë shpëtimtar edhe në dy raste të tjera kur bielorusët, duke shfrytzuar pasigurinë në qendër të mbrojtjes, tentuan rrezikshëm në minutat 26 dhe 33. Me fillimin e pjesës 2, tekniku Debiazi largoi Gashin dhe futi Çanin, duke përforcuar repartin ofensiv me dy sulmues. Kuqezinë filluan pak nga pak të marrin terren, duke tentuar portën kundërshtare me Lenjanin, Sadikun dhe Ramën. Ashtu si në çdo ndeshje miqësore, tekniku Debiazi vendosi t'i provojë të gjithë, duke futur në fushë edhe Balën me Mushajn e Hysajn në vend të Lenjanit të dëmtuar, por edhe portierin Shej. Rasti i fundit i takoi Roshit nga e djatha në minutën e 3 të shtesës, por pa arritur të çante mbrojtjen kundërshtare. Përfundimisht 0-0 në stadiumin Ag Denis të Antalyas, në përballjen që ishte edhe starti i përgatitjeve për eliminatoret e ardhshme të Evropianit.